Femna si shoqni, që rrjetet sociale kanë diku shumë të na. E ta shpëdarëm të pjesa e muzikës. Nëse marrëm TikTok-un si rrjet social, a ke pati vetë priton me qenë vetë në fund. Priton vetë po shko. 3 sekonda është shumë luks. E po kupton. Tash edhe krijimtaria është po e njëjta si mindset. Edhe aty krijon edhe nuk ka që edhe unë kam dashur të kanë asi ide. Është fatkeqësisht se kemi luksin e kohës ose mi marr për me kriju diçka edhe me bë diçka për shefi. Unë normal për shefi bëj këngët e mia, po njerëz sot s'kan kohë. Mendojnë që s'kan kohë, se si japin mundësi, se ka çaq shumë që mushesh me video, me informata, me ekstrem shumë. Edhe shumë e dëmshme, absolutisht. Nuk po them se edhe një ndër ata që e këshyri TikTok-un ose whatever, është normale. Po, është pjesë. Po fatkeqësisht kanë ndikuar te na krijuest. Kanë ndikuar, është mos e vërtet. Bojnë na po fshtillë vetën aty absolutisht. Edhe pse s'kam as këngë nashta po. Si dhe tjetër, s'po duan më ka shkuar të tjerë. Po. Edhe bojnë këngë vesh nashta hajde po eci, po lesta shpejt, apo një 2-3 javë edhe e ka më verën. Ndodhesh për një krijim i tillë me të ftu, dikush blerë me thaj kam me ka refrenin, është një krijim, po që se ka çat ndjesinë e, si thashë driti fotografia mbahet mend prej fjalës parë deri e fundit dhe ka ndjenjë brenda vetes. E janë disa këngë që paralajmërohen 2-3 javë më herët, është një refren i bukur të met vesh, kur del kënga është gënjer, se është çaj, refreni edhe kur gjos ka ma. Qëra, unë marrë demo shumë, që